Mimrama qëndërstar, Mimrama diaspora, Mimrama njerëz të mrekullueshëm. Unë dua të them dy fjalë, janë shumë fjalë, po do them më pak sepse kam folë para 3-4 ditësh dhe mu me kanë qujtë që është ai njeri që vjen nga Lesha dhe fol me atë sa, edhe thën, edhe mikrofonat, edhe me thonë pse je as irrituar ndaj ti sistemi. Unë ndaj ti sistemi jam irrituar, jo se jam pa punë, jo se s'ka me hangër bukë, jo se nuk kam ku mi rrithmit e mi se nuk jam t'ju në shkollën, edhe s'ka mundësi mi në shkollën, po jam irrituam për arsye se ki shtet dhe këta kriminalet e 35 vjetëve, pushtetar tonë, deputet, 120 deputet që janë parlament, po na marrin ujtë, po na marrin tokat, po na marrin qakinë ma shpirtit. Dhe për ata jam këtu dhe të jem dhe për dit nga Lesha vi, vete me mundësit e mija. Dhe unë, ju thëmë të këtanëve, Verior, Jukor, të këtanëve nga Konishpali, me Vërmosh, të vinë edhe tjenë për dit tu qëndrestar, sepse qëndresa me një protest paqësore nuk fitohet pas qëndres popullore dhe pas njerëz të ardhur nga të katër anë. Ne dhe unë bashkë me ju nuk jemi për dhunë, sepse Edi Rama mram, Edi Rama bashkë me klik në vetë, ka desht dhunë, ka desht përsharje, ka desht me djek për ministrin, ka desht me djek kuvenin, ka desht me ba shumë zana. Po, i thëmë Edi Rams, dhe klikës e saj, dhe 128 deputetve që jenë atje në parlament, ju thëmë, nuk do të bëjmë këtë punë. Ne do jemi qëndrështar dhe do rrim tu deri sa ta të hikin nga ky vend. Të tanë poshtë, por, unë du të përshëndes 21 të përkoshtit politik të komunizmit të dytë të Edi Rams, sepse unë kam lënë komunizëm, jam rritë komunizëm. Dhe rinin time e kam fillu në Kurbet 16 vjetë dhe erda këtu Shqipëri për me pas i shpres, me fillu një punë timen, me rritë fmit e mi, për mi pas tu. Dhe pjesa e ardhës Shqipëri mu më shkënjeu shumë. Dhe unë për atë punë jam këtu dhe dal dhe flas dhe të flas bashkë me ju, si të tanë, bashkë të tartë e mi, dhe si ju, edhe të tanë që jini me dhe këtu, sepse ne jena dhe të jemi të bashkum deri në fund. Pranaj, unë i përshines ata 21 qëndrëstar që njëtën 3 dit të përkoshën politik nga Edi Rama. Bashkë nga Edi Ramës. Pranaj, unë mram nuk më njërova të klinjen Edi Ramës. Nuk më njërova sepse kishte njerës që këtu ishin dhe dëshin me folë për Edi Ramën. Po të thëmë një qatë, edhe po të rej, me një që unë nuk kam qef me e thënë se nuk është e imja, po të thëmë, dhe 62 vjetë kje po, fuck you Edi Rama! Fuck you Edi Rama! Fuck you! Rama burg, Berisha burg! Ishin e 28 deputetet të japin dërjeshtin dhe të dalin deputet pavarur të qovë shekan të drejt në du me një të poplit. Të rrinë në poplit dhe të vinë tu. Jo të rrinë në kshafin 100 miljarësh në për skutat të tyne që shtinë si ku janë. Ju përshtes të tane Rama burg, Berisha burg. Rama burg, Berisha burg. Rama burg, Berisha burg.
Saroni kur që asi kom nuk e ndryshon historinë e ti duke ndenjur me shtëpi. Kur ma Saroni, ta shi duha të ftoj një atjem tam, një burgosu politik, Arbër Leshi. Bashkëqytetar dashur, dua t'ju tregoj dhe t'ju flas sot për ndjekjen politike që ju është bërë